E dija se ata që kisha të ftuar do të vinin pikërisht me Vespa. Por edhe dija diçka tjetër që Vespat janë shumë të shpejta, sidomos në trafikun ton të dëndur, të madh që kemi në Prishtinë, por se ku i kam të ftuarit e mi në këto momente, do të bëjnë një lidhje kështu, ndoshta ata, nuk e di, kanë gjetë parking se Vespa është më e madhe, por ta shoh një herë se ku janë të ftuarit e mi, ja ku i kam. Përshëndetje Maksi, neve nesër për viste me shpret atë. Që nga nisur. Natyrisht të shqyqyr lumaj që ka një Vespa në fakt dhe aq më tepër ata që janë nisur dhe vinë tani nga momenti në moment në studion e programit tonë për ditë mbar, natyrisht janë shumë fanatik. Në thojza e thash edhe në fillim të programit të çmendur pas motorit Vespa. Dikur ku i kam pasur, jo këta të dy, që do i zbuloj tani, por një dyshe tjetër, tham që edhe italianët, si duket i kanë zili tashmë shqiptarët në Kosovë, të apasionuarit pas Vespës, sepse në fakt bëhet një adrenalin, një sport adrenalin shumë i madh edhe në vendin tonë, dhe duke qenë me Vespa, ata të dy natyrisht vinë shumë shpejt. Ti prezantoj një nga një se ja, kur je me Vespa e vinë me njëherë tani. Përshëndetje, kam erdhi e para fare, ma nxjeni pak sa. Është me mua Shqipe Berkolli, antare e klubit Vespa Fanatics Prishtina. E thash mirë se erdhe. Po kush me ka lënë, më fal. Duke parkuar Vespën, më duket mikrofoni nuk është mirë për ty. Merr pak mikrofonin, bëtë me drejton nga ti, bravo. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjatëm. Direkt nga Vespa, por nuk është vetëm shqipja, i thash sille pak dhe bashortin. Në fakt, është presidenti i klubit atëre, i krejt klubit në Kosovë, për sa i përket Vespave, por njëkohësisht edhe i klubit Vespa Fanatics Prishtina. Është Enisi, mirë se erdhe. Mirë se u gjatëm. Mirë, do më ndihmoni pak dhe ju kolega ti, më ndihmoni bravo, sepse ja ku e kemi edhe Enisin. A gjetët parking, të rgoni drejten? Po, përshëndetje, faleminderit për ftesën, faleminderit për televizionit juve që na ka jap mundësinë me prezantu klubin ton, Vespa Klub Kosovë dhe festivale ndryshme të cilat i kemi. Na për parking me Vespa nuk vuajmë. 3 minuta kem bë për i bregu i diellit deri te studio e televizionit 21, kështu që nuk e kemi problem. Shumë faleminderit që keni ardhur. Dhe në fakt më pëlqej shumë se të dy në një Vesp, mos më thoni që bashortja nuk ka, për shembull Shqipja nuk ke një Vesp tëndën përdor të bashortit. Për momentin jam pasagjere. Jo, pse se ke bler ti një? Jo, ky ka Vespa plot, po kështu që unë se kom marrë antekuzimin. Interesant. Pa patent. Do të më janë do rregulla, rregullat e klubit ton janë gjithë pajisën spari me patent, pastaj të vozitin Vespa. Kështu që na si vespista jenë në rregull me ligjin. Por në këtë rast bashortja natyrisht shqipe më lejon të thras edhe në emër për ata që na ndjekin në këto momente. Ti ke besim kur je me shumë ka besim. Kur je me Nisin, Po, pa frikë edhe udhtojmë ku me ditë ku, sa kilometra i bëjmë edhe se kena problem. Po Nisi e ndonjëherë njëherë Vespën edhe ta drejtoj bashortja. Po, ka fillu, po tregova patentën ashtu e marr. Pasi të merr patentën tani fillojmë bashkë. E di në fakt, Enis, që kemi shumë aktivitete dhe na gëzon ky fakt. Mua më ka qelluar, më duket nëse nuk gaboj verën e kaluar, që pas programit isha gjatë natyrisht në ca rrugë të Prishtinës dhe ku përshikoja mbuluar me Vespa sa bukur dukej Prishtina, ka qenë një aktivitet dhe na gëzon ky fakt sepse ka shumë aktivitete që ka klubi juaj. Ti përmendim disa ato që kanë ndodhur gjatë këtij viti për shembull? Po gjatë këtij viti
më të rëndësishmin edhe më kryesorin ne kemi festivalin, i cili është edicioni i tretë që bëhet në Prishtinë, edhe të vlen cekët që marrin pjesë shumë nga Evropa. Do thotë ndërkombëtar, festival ndërkombëtar. Aktivitete kemi për muajin e rozë që e bojmë një lloj mini festivali për kancerin e gjirit, mbledhen mjete pej vullnetarëve dhe dërgohen direkt në vendin përkatës. Kem pas rrugtime jashtë vendit shumë, edhe na si zakonisht çdo na dalëm me Vespa, çdo ditë i shijojmë Vespat, çdo i kem çdo ditë smujna me caktu na i ditë ose me dallu pej tjetrës. Keni qenë edhe në Belgjik, çfarë ishte çfarë kishte në Belgjik? Ishte festivali European Vespistivik, i cili është më i madhi i organizuar pe Vespa Klub Evropës, ku ne si Kosovë tash jemi edhe antar të Vespa Klub Evropës, edhe kem përfaqësu shtetin e Kosovës në festivalin e Belgjikës, ku kanë marrë pjesë 2500 vespist pe gjithë Evropës. Kur janë këto festivale, si organizohen, si janë? Flasim në Evropë, Po në Evropë jemi një gjithë presidentat e klubëve të Evropës, ku bojmë pjesë edhe na si Kosovë. Mirët për shembull bëhet kërkesa për një shtetit për me bë festivalin, e qesu me vota, e votojmë gjithë, nëse është e gjithë Evropa, atëherë e merr kandidimin për me majt festivalin edhe fillon organizimi. Kështu që mlidhemi tani pej gjitha vendet të Evropës. Ti ku ke qenë në Belgjika, që ke qenë me Vespën tënde? Jo, në Belgjik kem qenë, i kem marrë Vespat me rend, për arsye se në punë kem qenë, edhe kem shku me aeroplan atje kem pas Vespat, edhe kem vazhdu rrugën me... Dhe në këtë moment shfrytëzohet Vespa nga bashortja, më duket. Ja ke shfrytëzuar, po ke qenë ti ke shoqëruar? Po, edhe ka qenë kënaqësi për një merë shumë e mirë ka qenë. Edhe pse ka qenë me shi, ka qenë koha për një meve që shumë ka qenë kohë. Kena shfrytëzuar maksimum edhe jena kënaqë. E thash si me hajgare atë punën e italianëve, italianët kanë zili tani, e njësë ju kanë zili edhe juve me këto Vespat. Çfarë thonë italianë ku i takoni në këto festivale, për shumë? Në festivale, ne tash kem kriju shumë shoqni, shumë miq, pej presidentit botës, të Piagjis, Vespa World Clubit, European Vespisti, gjitha anë kem shoqni shumë të mirë, edhe kem përkraje shumë falë tyne, na kem rri ku jem, se kanë po punën dhe angazhimin e vespistëve kosovar, po edhe shqiptar, falë lidhjes vespizmit shqiptar, cilin e kem kriju, jem të futun gjitha klubet e shqiptaris, të e përshëndet Shqipnin që ka bo një punë kogjat madhe, Dibrën e Macedonis, e tutje. Do të thëtë, vespistët italian, çdo javë gati ka në Prishtinë, cilët e vizitojnë edhe muzeun që i kemi hapë të Vespave në Prishtinë. Është një muze, a? Po, është muze ku posedojmë 24 Vespa prej modelit parë deri te 2026. E para është 1954, viti prodhimit. Italiane, ka shpërdorur në Kosovë? Po i kemi këtu kur vinë italianët, çuditën qysh gjithë kjo vestë të na. Nëse do të më ndihmojnë kolegët e mi tani, për të më dhënë këtë pamje këtu që kam unë, sepse po shikoj, ju të dy jeni këtu edhe po shikoj, më duhet keni qenë në... Komojna ka në Itali. Në komët italisë, Po, në komët italisë. Edhe, a ju flisni italisht këtu, për shumë italianët, ka menduar që një italian, një qift... Jo, se shumica tasht edhe na njohin, se ka, dikun ka 6 ose 7 evente ndërkombëtare cilë ke marrë pjesë, vetëm kur na shohin thonë a dini mu nalju nëherë. Ashtu i thonë, Po, se prezent çdo festival ndërkombëtar jem. Dhe blen cekët që flamurin e Kosovës gjithmonë e Gjithmonë. Edhe në shtete, po shikojmë edhe pamje që na ka sjellë edhe miku ynë Leutrimi. Edhe në shtete që se kanë njoftë ende shtetin tonë, ka qenë në vitin e kaluar në Gjion Spanjës, ku u ngrit edhe flamuri i Kosovës. I kemi disa foto në qofë se mundi mi shfaqe. Po, fotot në fakt që ti mi ke dërguar pak qasa më parë, jam duke u munduar ti gjej, se ke dërguar disa prej tyre, nuk e di ku jemi, jo as këtu nuk jemi, këtu është kauza... po. Këtu jemi në Prishtinë, Prishtinë, po. Ata shikojmë këtë pamje, më pëlqen kjo pamje këtu në Prishtinë, më ndihmojnë kolegët e mi në regji? Për kancerin e gjirit, e kemë bo një mini festival. Ka qenë dhe kjo kauza dhe kjo slogani?
slogani ku Ama duket shumë bukur, edhe kështu nëse shikon si pamje. vlen ceket se si klub i Vespa Fanatiks Prishtinav, jem do të thotë më të mëdhajt në Ballkan, besoj vetëm Selaniku që na kalon. Edhe jem dikun ka 38 antare femra, tamon që vozitin Vespa e 76 antar meshkuj. Do thotë mini që ne kalojmë numrin që jem aktiv. Po pse Selaniku na e kalon është përpara nesh? E kalon se janë popullata më e madhe. Dëgjoj, keni marrë ndonjëherë Vespa se nuk është larg Selaniku, tani ne nga Kosova po shkojmë shpesh atje. Shkoni atje. Dy herë kem qenë në Selanik, 2 herë kem qenë. Kem me shumë të mirë Vespa klub. Jam duke munduar të gjej foton, më ndihmon pak nëse shikon aty fotot që janë të në Spanjë. Në Spanjë. Cila është njëra nga këto? Jo. Një këto janë dors. Atëherë. Kjo me flamur këtu është. Kjo këtu? Jo. As kjo nuk Jo, në dors. Në dors ku ke marrë pjesë, kjo është Marko Manzolli. Kjo është e muzeut. Nuk e di pse nuk është, si duket okay. Jo, po, se e poshtë në vogël. E kishim? Mirë, atë e ndërkohë do shohim. Cila është? A muj? Qëra ati ku është me flamur të vogël. A, kjo këtu? Kjo? Këtu e në gjejën Spanjës me zotëri Mauro Kalestrinin, është presidenti i Vespa World Clubit, është njeri numër 1 në botë. Për Vespa? Për Vespa e kem shumë i këtë mirë, e kem për krajën e tina. Këtu ka qenë darka e presidentave, gjithë presidentat e botës, ku më ka prezentu si president i ri i Vespa Klub Kosovës, dhe kom pas dëshirë me shpalose dhe flamurin, para gjithë botës, edhe ma ka besu dëshiren. Qa thanë ata Spanjollë, qa thanë, se na kanë qef kështu për turizëm ata? Si popull edhe si vespest janë shumë i këpres, na kem kalu shumë mirë. Kem kalu shumë mirë poplit. Tjetër është politika e tyre, që kanë, për ndryshe janë fantazi njerëz. Për mikpritja. Mikpritja ka qenë në rrugë mundal me pyet dikon të ka ofru ndihmën për çdo gjë. Kur takoni për shembull president në këtë rast kyçe që nga më e rëndësishmi, më i madhi në botë, spanjoll apo jo? Jo, është italian. Italian. Pa diskutim do të ishte italian për Vespan. Ka qenë në Kosovë? Jo. Çfarë thon, duan të vinë në Kosovë sepse është një reklam shumë i mirë që i bëhet Kosovës. Po, i kem në do organizime ndërkombëtare, tash që janë më të mëdha se festivali jonë në 2028, po s'peshpalosëm këtu, se duhet më votu pe presidentave të botës, kështu që miratimin e ki marrë pe gjithve, po pa u qitë në vota edhe mu marrë vendimi, nuk mujna mi shpalos ato, e shpresoj që ti kem edhe këta gjithë në Kosovë. Shkojmë tek Shqipja. Më thuaj kur ka qenë dëshira dhe pasioni për Vespën nga ana jote, për shembull, sa vite më parë, sa akoma më parë? Mati ka po. Mos më thuaj që ta ka po. Ta ka shti zili. Po. Domethënë gjithçysh dikon qytet deri në Gërmi, deri në Badovc. Abaden kemi shku me Vespa, qysh jemi kanë që ashtu jemi dal, edhe për një me në fillim ka qenë frikë se nuk e kum dit, nuk kom mujtë fort aden me besu që po është stabil, është po. Po mas ne kur jom liru, për një me edhe vetë e kom shiju. E kom shiju maksimum, edhe shijaj, vazhdoj me shijaj, po jom shumë e sigurt me burrin. Shumë e sigurt. Çfarë ngjyre ka Vespa jote? Po ne i posedoj 24 modelet Vespa. 24 modelet? Dhe nuk e pas një bashkë. O, jep kë shumë jep, me gjithë ta marrë patentën, harruam. Me gjithë qep jep kë. Për rrugë gjata i kam GTS 300, cilën e përdori i ka pajisjet që ka na nevojitën për rrugë pak ma gjata. Ke ndonjë me ngjyrë të kuqe? Po. O Shqipe, unë nuk dua t'ju fus ju të dyve në zënk me njëri tjetër, e di pse. Se po shikoj që një Vesp të kuqe, bashkim nëse mundeni me fletën aty, nëse mundeni të keni qastin në Instagramin e një personazhi shumë të famshëm të momentit shqiptare, pas reality show që ajo fitoi, Mimoza Ameti. Mimoza Ameti, e kom po adja që kishit me Vespën. Mos e ka marrë Jo. Po e pash, me fustan të kuq, po e pash. Me fustan të kuq edhe me Vespa. Do më thënë, ka shumë e keni ishti zili edhe këtyre personazhe të drejtën pëlqej bëlla. Ma shtëmi pak. Ne si antar të klubit kem shumë aktor të njoftun që janë të Kosovës. Kem architekt njoftur, muzicient njoftur, do thotë krejt janë njerëz pak më të ngritun, cilët kur të vinë klub janë të barabartë me gjithë vespes të tjerë.
edhe kjo është që e kanë pa që klubi jonë i Vespav i bën njerëz të barabartë edhe ndjen shumë mirë komod në familjen tonë. Është edhe shumë praktike me thënë drejtën Vespa. Mirë, kolegët e mi ndoshta nuk kanë qasë në Instagramin e Mimozës ndiqeni se është një shkrimtare shumë e mirë. E di pse po e them kështu, ja, do ta jap. Okej, më jepni një pamje ndoshta të kamerës së Shqipës, edhe po, ja, për shkakun ku ishte, ku jemi këtu, ja Mimoza. Në Instagramin, sa bëri dhe mosh shumë përshtypje Shqipe dje dhe e pash e thash dua ta komentoj. Domethënë, Vespa në gjyrë kuqe të pëlqen. Më pëlqen edhe oficina e te geta, më pëlqen e zeza, më pëlqen. Për me vozit vetë, po, s'kifa e kuqe është e mirë, e veç edhe oficina e kaltër te geta. E kaltër te geta, shkon shumë. I Vespës. Do të pyes e nis për shembull në lidhje me punën e derivateve, me çfarë është trajtu apo është trajtu, po të Vespa nuk kanë shkëndijim. Harxhon shumë pak apo jo. Për shembull, ta mësojmë pak këtë sa, për shembull, nëse dua të nisem nga këtu deri në Prizren, sa më duhen sa litra? Po 180 kilometra, na zakonisht i bojmë me naftë apo benzinë? Me benzinë gjitha janë. Të gjë me benzinë, nuk e di me benzinë pe Vespa. Varet krejt për modelit Vespës, 125 kubik që ka shpenzime më të vogla, 300 që ka shpenzime pak më të mëdha. 3 cent kishë rënë benzina. Po, kishë rënë. Edhe në autostrat kuptohet harxhon pak më shumë, varet për ngarkesës, po nuk harxhojnë shumë. Ti nga Vespa, për para Vespës, nuk e di pse ti më duke shumë edhe për një Harley Davidson. O, krejt lojet i ka pas, krejt lojet, po valla. Vespën e kam pej 96 si pasion, kam edhe motociklet tjetër të madhe për rrugë gjata, po zakonisht Vespa më flenë zemër. Të flenë në zemër Vespa. Është shumë komode, është klasike, është veshka dush, dilku dush, është shumë praktike. Po, me makinat si keni punët? Makinat, unë e ma shumë me makinë, kë motorin tanë verën edhe dimnit e shfridzon. Unë arrim parking ma shumë. E unë jo mësu me kolona, jo mësu, jo me dërush, me po, paqare kam edhe fëmin, djalin e vogël në shkollë, punët e mia, obligimet e mia. Mirë shumë. Besoj se po sa fëmijë keni, nëse mund ta di? I kem 3 çuna. Me jetë çuna, po. Prisin në një vajzë, ndoshta. Në shqiptarët kështu, bëjmë këtë pyetje me gazetarët. Mirë shkon. Mirë do ishte për bashortën, për nënën në këtë rast. Çfarë moshë kanë? Se dua të dalte një pyetje tjetër. Fëmijët 22 i madhe. Jo. 19 i dytë, 14 i vogli. A janë të apasionuar dhe ata pas Vespës? Po janë, po edhe ata i kum tregu që spari do të me rregulla, me rregulla. Si alshon. Cili është rregullin e mëni për të mësuar një Vespë ose për ta dashur? Vetëm do të mos me pas tut, frikën me hjek edhe me vozit me kujdesje. Helmetën do të me pas gjithmonë. Helmetën gjithçysh. Gjithmonë është se shumë rrezik nëse një vetur të godet sadopak koka njeriu të shumë ndihshme me godit rrugën, asfaltin, dhe të pa helmet na nuk e ndezën Vespën asnjëherë. E pash dhe në videon që ku po vini, domethënë që ma keni dërguar se keni pasur atë. Gjithmonë. Në Shqipëri përdorim kokore, diçka helmet. Po, ç'është po. E kur jemi tek Shqipëria, tani kanë një festival aty, çfarë një organizim, edhe ju merrni pjesë bashkëpunone. Po, ka qenë i Durrësit, që mojt për 20 vjetorin e Vespa Klub Albanis, ju përshëndes gjithë vespistat shqiptar. Tunis pej Aldo Kazanxhiu, presidenti Vespa Klub Albanies, Vespa Klub Vlora, ka qenë Tirana, ka qenë Durrësi, ka qenë Shkodra, mos të harrojnë ndaj ndoshta, e kanë pasë 20 vjetorin e Vespa Klub Albanies, e kem marrë pjesë edhe në aty si 17 vetë me antarë mas shumëti, si klubi më i madh, kurse në vitin 2027, në 2027 është organizimi më i madh botnor i Vespa World Days në Shqipëri, i cili do të marrë në vitin që vjen. Në vitin që vjen. Tash të kemë marrë konfirmim në qytetin e Durrësit, organizohet nga klubi Vespa Klub Epidam, së bashku me antarët tjerë të vespizmit shqiptar, Vlora, Shkodra, Durrësi, edhe është një klub Aulona i cili është pjesë e Vespa Klub Albanis, si edhe na gjithsesi marrëm pjesë në këto organizime dhe ndërkombëtare i bëjmë support
gjithë se kem lidhjen e vespizmit shqiptar, ku çka do që të ka nevojë, jem të gatshëm me ndihmu Shqipërinë ose ata neve. Kështu që jem një me Shqipërinë. Kem arrit fal punës 3 vjeçare me Aldon, presidentin e Vespa Klub Albanis, në festivalin ndërkombëtar ku kem marrë pjesë, kem arrit me sjell organizimin më të madh në botë që është në dorës të Shqipërisë. Nëse të pyes, mos më zhgënje me përgjigjen, a e din numrin e Vespave që janë në Kosovë? Po, zyrtarisht të regjistruara janë 1200 vetëm në Prishtinë me targa 0-1. Vetëm në Prishtinë? Vetëm në Prishtinë, 1200 në Prishtinë 0-1 të regjistruar. Do thotë në 0-1 hyn pjesa e llapit e këto që ka e në targa. Po, rreth rrotull Prishtinës. Kurse në gjithë Kosovën nuk muj me ditë saktë, se s'kemi informacione. Pas Prishtinës, kush vjen në një qytet tjetër që është e pasionuar pas Vespës? Vjen Prizreni, Peja, Oshtrahoveci, tash të kemi edhe Gjilanin, edhe tash të kemi një surprizë, është Vespa Klub Gjakova tu themelu, që se kem pas më herët, këtu jem. Gjakova e duan me pak shpenzime. Me pak shpenzime, Gjakova kanë posedu shumë Vespa të vjetër, po si qyteti Kosovës ka qenë Peja, e cila ka pas... Ka dominu në fillim. Para Prishtinës. Para Prishtinës, më herët ka qenë Peja, cilë ka pas Vespista të vjetër, po Vespa u shfrytzu, do thot, për nevoja familjare më herët. Tasht e kem pona që kem dal ka pak, pse mos më organizu edhe na... Shqipe do më përgjigjet në këtë pyetje, sa vajza dhe sa gra përdorin Vespa në Prishtinë? Valla ko gjë shumë është, edhe bashkë po më pëlqen, po, gjdo dhe seriosisht, sa e kom atë frikën, për një me kur dalë në qytet edhe i shoh gjitha ato femna, për një me marë plos diqysh, adhen, ko gjë më hen ajo para adrenalina. Kjo adrenalina është edhe për me kalu për shembull apo jo? Është për qysh. Kur shikon, më jep të përgjigje, kur shikon një djalë në këtë rast, një burr në Vespa, je përparësia apo kur është një grua? Se tash edhe vetë kur t'jam Vespa me burr tem, që shumë japin përparësi, kur t'jam po normal, nuk diskutohet ajo, e lëshoj rrugën, që shumë na lëshoj neve, edhe jep përparësi, liroj rrugën, pa problem. E njës kemi festivalin në shtator, apo jo, në Prishtinë? Me 5 dhe 6 shtator, e kemi Vespa Festival Prishtina, i cili do të organizohet në kuadër të komunës Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, ku i kemë përkrahjen pej 2 institucioneve tona dhe do të marrin pjesë shumë klube evropiane, cilë tasht edhe në Belgjik ku taku me ta, kanë shpërit dëshiren, është Vespa Klub Turkia, Spanja, që ka me marrë pjesë në Kosovë, disa klube italiane, zvisrane, Gjermani, se janë dikon 10 klube që marrin pjesë ndërkombëtare, që më herët ka qenë e pamundur me ardh dikush me dhez Vespën pe Zvicrës ose pe Gjermanisë, Prishtinë po fal miqësisë që te kem kriju. Problemi ka qenë gjithmonë në festivale ndërkombëtare duke ju shpjeguar se Kosova është shtet i qetë, nuk ka luftë, pasi që e dim trazira që kanë ndodhur tash në Mitrovicën e Veriut, në Banjska ata menere kanë marrë si rrezik për Kosovë. Po falë kanë ardhur 2-3 italian fillim edhe kanë tregu që... Pra jeni edhe një lloj, përveç se reklamoni shumë mirë Kosovën, me këtë lloj sporti, me këtë lloj adrenalinë natyrisht me Vespa, edhe jeni një lloj ambasadori kur shkojnë në këtë vend për treguar, jeni me Vespa edhe në Kosovë, se qetë mirë, të bukur. Festivalin e parë në vitin 2024 që ka qenë më i madh në botë është organizuar në Pontedera, në vendi ku edhe prodhohet Vespa. Kem pas dikon kontakte me 460 klube botnore, me cilët mas shkurti që kena fol ka qenë 15 minuta. Do të thëtë, kem nejtë pa hangër, pa pi, për me lobu për shtetin tonë, me tregu që është veni mirë. Është sfidën vetë ajo, seriozisht pa e provu vetë. Nuk e din kërkush, ta Shqipja e ka pa që kemë Belgjik që është lodhe shumë e madhe, se na jem si shtet i ri, dhe du të me promovu, qysh promovohet shteti me të ju spjegu njerëzve që ka vendet bukra Kosova, nuk është luft, jem pjesë e Evropës, jem njerë civilizum, nuk dalojmë gjape e Evropës, kështu që tash jem fu, do të të institucionet evropiane botnore me Vespa, jem të barabart me gjithë njerëz tjerë. A është e gatshme Shqipja për shembull të marrë pjesë në një festival dhe në një garë pa ty? Kur ti ketë rregullat patentën. Pasi që të merr patentën, pa problem. Pa i plotsu rregullat, s'ka shans. E ti e pengon në një bashkëtorë, jo s'ke me shku pa mu? Jo, valla, ka shku
Gjithka, ka shku edhe pa mu, po tash po shkojmë bashk. Mirë, më jep një mesazh për gjitha vajzat që na ndjekin në këto momente dhe kanë atë tutën pak të përdorin një Vespa, fal të trafikut. Po, që edhe në klub tonin, ka për një me, ka femna dhe gra, edhe janë shumë zoja, janë shumë të mira. Edhe respektoj gjitha. Edhe për një me është mirë edhe është knatësi, mi po femnat, normal, mas pari edhe për veti kom qef, edhe pse nuk voziti motor, po shpresoj që një ditë do të voziti. Edhe ju sugjeroj veç me regula, për një me si të hik shfrikën, veç regullat i zbaton edhe pa problem. Po, shumë e sigurt, edhe diresht. Unë shumë gëzona dhe shumë knashna ku shoh femna, për një me marë plus diqysh edhe është shumë mirë është. Ndjesh shumë mirë. Ka dhe tuca meshkuj, ndjem. Jo, se na jem si grup. Na kur të marrim rrugtime, do të Po flas për të rritë që duan. Po të rritë na mas pari bojmë, do të gjirot na për vendet ndryshme të Kosovës, ku e kemi Malcinë Gullakut, nuk ka automjete, derisa të bojmë një lloj praktike, pastaj vazhdojmë pjesë pak më të larta. Çdo fillestar që e merr patentën, del me dikon pe klubit ton, i bën do testet shkurta derisa te e ka tutën frikën që e thejmë ne. Frika më e madhe ka qenë pe automjetën në komunikacion, se dole pe Prishtinës nuk ka problem. Po tash të fal shoferav, ka nisë mu vedisu shumë mirë, i përshëndes, i falenderoj, ku të shojnë me vestë ta lirojnë rrugën, se dhe kanë marrë veç që... Ma edhe një këshill të fundit fare, jemi në fund, na pret dhe kolega për të bërë një lidhje tjetër. Një këshill për punën e... Janë disa që përdorin edhe Vespat që shkojnë në rrugë pa rrugë, duke ditë që nuk ka një rrugë të përshtatshme. A du të ndjekit Vespa në motori rrugën e makinës? Po Vespa... Sepse për shikojnë një që përkalojnë të këto rrugat e bicikletave. Po kalojmë edhe policia na shet, nuk na pengon kur, se e din që e përdorin për punë. Kështu që mirë është mi zbatu gjitha regullat, po na kanë jarë futum edhe mes makinave, nuk na pengon as policia, na kanë ju në pajtu edhe qytetarët edhe shoferat tonë, kështu që na e lirojnë hapsinën, shkojmë ka dale, nuk bojnë dame, do të thëtë nuk mendojmë me i bodi kujket. Këtë më shikoni mua në rrugë, ma lironi, vangën kalojnë pari. Shumë faleminderit, suksese, uroj që të dëgjojmë shumë, gjërë shumë interesante, aktivitete interesante, festivale interesante, natyrisht, që shohem aty Vespën edhe juve edhe kretë ekipin. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për ftesën, jeni të mirë se ardhë dhe ju si televizion, ju mirë presëm në festivalin tonë. Te muzeu e nisit në shpe që e ka. Do vim të shohim muzeun. Shumë kryeshtar jam unë, besoj dhe kolegët e mi.